Këto foto të paraqitura nga Partia Demokratike janë bërë objekt hetimi administrativ për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sipas opozitës, ato tregojnë se posta e përzgjedhur nuk e ka çuar vetë zarfin në adresën e emigrantit, por ka përdorur kompani tjetër. Në përfundim të hetimit, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka saktësuar se nuk ka pasur shkelje. Ai shtoi se janë përdorur mjetet e agjencive rajonale. Shërbimi nuk është një kontraktuar, se atyre me zarfin e DL-s u shkon, përsëri, njëti zarf u shkon. Po, thjesht ata, se kemi bërë këtë diskutim me kompaninë, ata edhe qartësisht nuk është se kanë në kontraktuar, pra përsëri është zarfi DL-s, ata e bëjnë gjithë procesin e përpunimit, të dërgimit, por në disa zona kur ata nuk kanë logjistikë dhe infrastrukturë, si thua, përdorin makina apo personel të shërbimeve lokale të dërgesave postare. Më herët, opozita kërkoi informacione lidhur dhe me dy problematikat të tjera, duplikimi i fletëve të votimit dhe problemet me kodet e postës, ku në disa raste nuk janë vendosur të sakta, por edhe në këtë rast Celibashi ka theksuar se nuk ka shkelje dhe se gjithë procedura është transparente.